Të drogat, pra në Kosovë është e lehtë. E lehtë? Natyrisht jo vetëm Kosovë, po gjithanej. Edhe kur flitet për drogat, po për neve shumë e rëndësi llojet e drogave. Se flasim për marijuanën, natyrisht që kjo është shtrime gjeografikisht në Kosovë, si në qytete dhe ashtu dhe në viset rurale. Pra, marijuana ka prahapjet të gjerë. Ngjajshëm është edhe në vendet tjera, ndërsa neve në shqetëson shumë përdorimi, rritja e përdorusve të kokainës me shpejtësi të madhe, pra mrena 4 viteve të fundit, që ka shënu rritje të madhe, po dhe ramja moshës. Për shembull, para 4 viteve të na janë paraqit personat të moshave 35-45, ndërsa në 2024-ën 25-35, e vitin e kaluam diçka ngjajshëm me një ramje më të lehtë, por ne kemi pas rastet që nuk ka qenë më përpara, për shembull vitin e kaluam, rastet të cilat janë nën moshë e përdorin kokainë. Kjo na ka shqetësuar së tepërmi. Aden kokaina nuk është një drogë që naive të quajnë, por paraqet problem. Është një mendim që kokaina nuk shkakton varfëri, edhe është drogë cilën gjerësisht e përdorin njerëzit e fushave caktuar, njerëzit niveleve të larta kështu me radhë, po në fund e dim që nuk është ashtu. Pra, kokaina shkakton varfëri, kokaina shkakton probleme shëndetësore, kokaina shkakton edhe telashe tjera, çfarë edhe konflikt me ligjin, rritjen e agresivitetit kështu me radhë. Dhe thatë që rënia në kontakt me lëndët narkotikë është e lehtë në Kosovë, pra të miturit në këtë rast, po flasim fillimisht për këta në moshën 16 vjeç, gjejnë rrugë ilegale që të furnizohen, dikush ja shet, dikush i mashtron, ose i kërkojnë vetë, si janë rastet që i keni në drejtë? Edhe na e kuptojmë shumë mirë që kjo është një trend në Evropë në përgjithësi, pra ne jemi më mirë se në Evropë shumë. Evropa ka të lashet mëdha, por ata kanë fillu, kanë bërë përgatitje dhe kanë fillu që të kundërvijën, për arsye se ka fillu me të madha dalë pe kontrollën në shumë shtetet e Evropës. Pra, kjo është një trend i cili shumë shpejt është bëhet tek ne. Si furnizohen, natyrisht atë në kjo botë në mes interakcionit ose bashkëveprimit me njerëzit tjerë, ose më të rritur nëse bashkëmoshatarëve. Atë pse dikush fillon drogë, kjo është një pyetje e madhe që është bëhet gjithmonë, që 100 vjet. Ka pasur lëmtime të pafundme në nivel botëror për këtë çështje, por përfundimi nuk është dalë asnjëherë shumë i qartë, edhe bën një top 10 çështjeve pse dikush fillon të përdor drogë.